Java në një ditë në Albania FM. Selamu alaikum të nderuar dëgjues të Albania FM Radio. Unë jam Roald Hysa në këtë javë të parë të vitit 2014, ku akoma nuk janë shuar zhurmat e fishek zjarreve dhe të festimeve. Njerëzit festuan ndërimin e viteve kalendarike dhe shpenzuan gjithsecili sipas xhepit, por një pjesë e mirë e tyre përfunduan nëpër urgjenca të djegur e të aksidentuar nga pakujdesia nga të dehurit. Disa njerëz i konceptojnë festimet duke hedhur fishek zjarre duke pirë, në kaq këto janë para të djegura kot. Shumë urime u shkëmbën për një vit të mbar dhe njerëzit shpresojnë me të vërtetë që të jetë i tillë ky vit, por që të jetë i tillë duhet punuar fort e duhet ndryshuar dhe jo të rrim pasiv. Akoma dëgjohet tek tuk ndonjë fishek zjarr apo kapsoll, kur neve na duhet ta fillojmë punën dhe ta marrim më seriozisht ndryshimin që duhet të bërë në jetën tona si familjar. Festa pati edhe bilancet e veta, dhe unë do t'ju përmendja ndonjërin prej tyre. Tiranë, 2 aksidente në pak minuta, 1 i vdekur dhe 2 të plagosur. 2 aksidente të rënda automobilistike janë shënuar gjatë orëve të para të këtij viti të ri në kryeqytet. Përpasoj një person ka humbur jetën, ndërsa 2 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Në rrugën Tiranë-Durrës, një automjet si pasojë e humbjes së kontrollit është përplasur me trafik ndarsen. Përpasoj ka gjetur vdekjen e menjëhershme një qytetar. Një tjetër aksident është shënuar pranë ish restorant Durrësit në Tiranë, ku automjeti me të cilin po udhtonin 2 persona është përplasur me një shtyllë. Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur 2 persona. Të plagosurit u dërguan në spitalin Nën Tereza për të marrë ndihmën mjekësore. Policia e shtetit bëri të ditur se gjatë natës së ndërrimit të viteve nuk është shënuar asnjë incident i rënd për sa i përket rendit e sigurisë dhe jetës së qytetarëve. Sipas një njoftimi për shtyp dërguar mediave, policia e shtetit vijon të jetë në shërbim të përforcuar me synim garantimin e parametrave optimal të sigurisë në të gjithë territorin e vendit, në kuadër të festave të fundvitit. Po ashtu, policia e shtetit ka bërë të ditur se gjatë gjithë natës së ndërrimit të viteve, shërbimet e policisë së shtetit u angazhuan maksimalisht për përmbushjen e detyrave të përcaktuara në kuadër të masave të posaçme të planifikuara për festat e fundvitit, për të garantuar rend e siguri maksimale për qytetarët në të gjithë territorin e vendit, si dhe për të garantuar mbarvajtjen e të gjitha aktiviteteve festive në Tiranë dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Mirëpo sot nuk kemi më armiq klase që të na garantohet rendi. Nevojitet më tepër sensibilizim për ata që drejtojnë mjetet, se nuk janë vetëm ata, por kanë edhe pasagjerë me vete. Pastaj, sipas lajmeve, maskat janë rishfaqur në rrugën kombëtare në Burrel duke i zhvatur njerëzit. Greqia merr presidencën e Radhës së Bashkimit Evropian. Greqia mori presidencën 6 mujore të Radhës së Bashkimit Evropian, me një buxhet modest dhe me pritje edhe më modeste nga vendi ballkanik. Të vetëdijshëm se shumica në Union i shohin grekët si komb që për shkak të borxhit dhe korrupsionit ka tërhequr edhe shtetet e tjera në krizë ekonomike dhe financiare, ata premtojnë se kryesimi i tyre do të jetë i rrept. Për shpenzimet që kërkon presidenca e Radhës, Athina ka caktuar një buxhet rekord të ulët me vlerë vetëm 50 milion euro, që është 10 milion më pak nga ai i Irlandës që dorëzon presidencën. Në mënyrë drastike është ulur edhe numri në punësve në misionin grek pranë BE-s. Jo zyrtarisht diplomatët grek më njanimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian e justifikojnë me mosmarrëveshjet shumë vjeçare të Athinës me Maqedoninë për emrin dhe me Turqinë për Qipron. Kësaj punës së buxhetit dhe profitimeve, grekët ja kanë marrë dorën mirë dhe me siguri do t'ja dalin me sukses. Janë të vetmit që dinë se si të nxjerrin telashe dhe si të përfitojnë nga situatat e këtyre telasheve duke peshkuar në ujë të turbull. Hani i Hotit, ndalohen klandestin të hyrë në malin e zi. Policia kufitare e Hanit të Hotit në qarkun e Shkodrës ka ndaluar pak para mesnatës duke u gdhir dita e mërkurë 31 klandestin të huaj, të cilët po tentonin të kalonin nga territori shqiptar në malin e zi. Drejtori rajonal i Kufirit dhe Imigracionit në Shkodër, Fatmir Arifi, bëri të ditur se klandestinët, 20 burra dhe 11 gra me nënshtetësi nga Somalia, Eritrea, Siria dhe Mali, u diktuan nga forcat e policisë kufitare në zonën e quajtur Gryka e Shegës, në Hanin e Hotit. Sipas drejtorit Arifi, klandestinët janë shoqëruar në drejtorinë e policisë së qarkut të Shkodrës, ku dhe janë nënshtruar procedurave hetimore. Më e çuditshme nga e gjithë kjo është se si kanë hyrë këta klandestinë në territorin tonë. Kjo tregon se ne i lejmë të hyjnë këta njerëz, por nuk i lejmë të dalin, dhe kjo më pas ka kostën e vet për tatim paguesit shqiptar. Mbledhja e përbashkët e 2 qeverive Shqipëri-Kosovë javën e 2 të janarit.
Qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Kosovës këtë muaj pritet të mbajnë mbledhjen e parë të përbashkët, e cila do të zhvillohet në qytetin e Prizrenit, ndërsa e veçanta e këtij takimi do të jetë formimi i një fondi të përbashkët për luginën e Preshevës. Me themelimin e këtij fondi duket se kryeministri shqiptar Rama do ta mbajë fjalën se nuk do t'i harrojë shqiptarët që jetojnë në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Kështu shkruajnë mediat e Kosovës. Mbledhjen e përbashkët të dy qeverive ka konfirmuar edhe i dyti i qeverisë së Kosovës, Hajredin Kuçi. Ai tha se mbledhja e përbashkët e dy qeverive do të zhvillohet javën e 2 të janarit, por nuk përmendi asgjë rreth fondit për Preshevën. Krijimi i këtij fondi është i mirëpritur nga liderët politik në Luginë, ndërsa nga analistët kosovar shihet si një kundërpërgjigje e fondit serb në Kosovë. Por kryetarin e Asamblesë Komunale të Bujanocit, Jonuz Musliu, i cili më njëherë është edhe lider i lëvizjes së Progresit Demokratik, krijimi i këtij fondi është i vonuar, por i mirëseardhur. Më mirë vonë se hiç, deklaroi Musliu, sipas të cilit ky fond mos të jetë vetëm për një vit, por të jetë gjatë. Përderisa veriu i Kosovës sipas tij e ka një fond të tillë që ndan Serbia, pse mos ta kenë dhe shqiptarët e Luginës së Preshevës, që ndan qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës. Sipas tij, deri tani nuk kanë pasur asnjë lloj ndihme as nga Shqipëria e as nga Kosova. Ai ka thënë se ky fond duhet të legalizohet dhe të jetë i rregullt. Më në fund, pas kaq kohësh, kur është paralajmëruar një takim midis dy qeverive, kjo gjë me sa duket po realizohet. Le të shohim se ç'do të ndodhë më pas, nëse do të rritet niveli i marrëdhënieve midis dy qeverive dhe ndihma reciproke. Çdo vit 760 persona lënë shtetësinë shqiptare. Jo më shqiptar, preferojnë një shtetësi tjetër. Ky është synimi i disa mijëra personave brenda vitit. Çdo vit të paktën 760 persona lënë shtetësinë shqiptare për të marrë atë të një vendi tjetër. Kryesisht personat që lënë shtetësinë shqiptare marrin shtetësinë e një prej vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave zyrtare për vitet 2008-2013, Ministria e Brendshme bën me dije se janë paraqitur 3808 aplikime për lënie shtetësie. 595 aplikime të tilla i përkasin vitit 2013. Dosjet e aplikimeve për lënie shtetësie pasi shqyrtohen dhe verifikohen për përmbushjen e kritereve dhe procedurave ligjore nga Ministria e Brendshme, i paraqiten si propozim miratim institucionit të presidencës, i cili vendos më pas dekretimin ose jo të kërkesës së qytetarëve. Nga ana tjetër, nga presidenca bëhet me dije se nga dosjet e paraqitura në 5 vitet e fundit për lënie shtetësie shqiptare, vetëm një numër shumë i vogël nga këta persona ju është refuzuar kërkesa për lënie shtetësie, dhe kjo për shkak të mospërmbushjes së procedurave ligjore ose për shkak të problemeve me organet e drejtësisë në vend. Të shkret ne. Edhe kjo na duaj. Megjithse shteti ynë e pranon dy shtetësinë, përsëri njerëzit kanë gjetur rrugën më të mirë për ta lënë këtë vend, duke hequr dorë nga nënshtetësia. Këta me të vërtetë që duan të bënë me të gjitha efektet evropian. Liza në Shqipërinë e çuditërave. Shqipëria do të ndalojë gjyhetin për 2 vjet, duke pasur për qëllim ruajtjen e faunës së egër në vend. Ky është një nga vendimet e fundit të qeverisë. Gjithashtu Shqipëria do të ndalojë bigjozin, duke pasur si qëllim ruajtjen e njerëzve prej shndërrimit në faunë të butë. Ndërsa, fatkeqësisht, Shqipëria shihet se edhe më tej do të ketë një shtet brenda shtetit që quhet Lazarat. Ky fshat i varfër është bërë arë dhe shtrati një mendët i prodhimit të marijuanës. Në këtë vend prodhohen rreth 900 ton marijuanë në vit, të paktën kështu kanë deklaruar agjencitë e ndryshme. Kjo sasi kap një vlerë prej 6 miliard dollarësh, gati 1/3 e ekonomisë shqiptare. Ndoshta shteti mendimin dhe vërtallësinë e gjatë për të ndërhyrë në këtë ndërmarrje vdekjepruese e shfrytëzon përmbushje të disa vrimave buxhetore, por ndryshe, asnjë sekond për mos ndërhyrje nuk mund të arsyetohet. Fundja, le të shpall luftë këtij fshati me 2000 banor. Pas kësaj kundërthënie, vallë sa kuptim ka për kujdesja ndaj faunës së egër e të butë, kur dihet mirëfilli se përmes kësaj veprimtarie kriminale në Lazarat po mundësohet shkatrimi i shumë njerëzve përmes kultivimit dhe shitjes së bimëve narkotike. Anije ushtarake rrugës drejt Sirisë për të shoqëruar arsenalin kimik. Anije ushtarake norvegjeze dhe daneze kanë lënë Kiprin për të shkuar në Siri, ku do të bashkohen dhe shoqërojnë ngarkesat e para me armë kimike siriane, që do të shkatërrohen në det. Kështu njoftoi një zëdhënës ushtarak. Evakuimi i agjentëve më të rrezikshëm kimik të Sirisë fillimisht pritet të përfundonte përpara 31 janarit, por ky afat skadoi pa u caktuar ndonjë datë tjetër. Misioni norvegjez-danez i ngarkuar me transportimin e agjentëve kimik sirian deri në destinacionin ku ato do të shkatërrohen, ka lënë pas tashmë portin Limassol, në pjesën greke të Qipros, bëri të ditur përsëri zëdhënësi ushtarak norvegjez Lars Magne Hoftun. 4 anijet po lundrojnë në drejtim të një zone pritjeje në ujërat ndërkombëtare në afërsi të Sirisë.
në mënyrë që të jenë gati për të hyrë në portin e Latakjas kur të vijë urdhri, shtoi ai. Më në fund, gjithçka po shkon drejt zgjidhjes pas jos shqiptare ndaj armëve kimike. U desh më tepër se sa një javë intensive protestash qytetare për të sjellë njërisi në jetën politike shqiptare, ku qytetarët masivisht i thanë jo importit të armëve kimike, një fenomen i cili do studiuar nga sociologët për rrallësinë e tij në këto 23 vite demokracisë shqiptare. Turqi, në 2014, rritja ekonomike parashikohet 4%. Ekonomia e Turqisë pritet të rritet 4% në vitin 2014. Të ardhurat vjetore për frym pritet të rriten në $11.000. GDP-ja në $887 miliard, ndërsa eksporti pritet të arrijë në $166.5 miliard. Megjithë parashikimet të një rritje me 3.5% dhe 3.8% të disa institucioneve të ndryshme në botë, sipas programit afat mesëm, ekonomia turke pritet të rritet me 4%. Një nga sektorët më të rëndësishëm ku pritet një rritje konsiderueshme është ai i eksportit, ku prirjet tregojnë që shifrat do të arrijnë në $166 miliard e 500 milion, ndërsa inflacioni në vitin 2013 ishte 7%, këtë vit pritet të ulet në 5.3%. Ja dikush që ka marrë seriozisht zhvillimin ekonomik të vendit dhe nuk jemi shumë larg, një orë me avion. Shumë prej nesh importojnë nga Turqia, e kështu duhet të importojmë edhe shembullin e mirë. Java në një ditë. Edhe kjo javë e parë u mbyll me të mirat dhe me të metat e veta. Nuk mund të themi se u bëm më të mirë, por edhe më të keqi nuk na e nxë goja. Le të shpresojmë që ditët në vijim do të jenë më të mira për të gjithë ne. Sa më tepër të punojmë dhe të jemi të angazhuar me punë të mira në shërbim të familjes dhe vendit, aq më pak gjëra të pakëndshme do të kemi. Kjo shoqëri po e vendos individin në qendër të vëmendjes dhe kjo gjë nuk duhet të ekstremizohet. Individi është pjesë e familjes dhe e shoqërisë, prandaj edhe i nevojitet punë dhe vetëm punë. Duke ju uruar një pushim të këndshëm dhe një javë të mbarë në vijim, ju përshëndes nga valët e Albania FM Radio. Deri në javën e ardhshme, miru dëgjofshim nga unë Roald Hysa. Selamu alaikum.